Sot, në fakt, ne jemi mbledhur për të festuar arritjet e Shqipërisë në avancimin e agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë, por edhe për të diskutuar hapat e mëtejshëm se si mund të ndërtojmë një të ardhme të sigurt dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë. Kjo konferencë zhvillohet në një moment shumë të rëndësishëm, sepse përkon me ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe nisjen e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Tema e këtij viti, asnjë justifikim, së bashku kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, është një thirrje e fuqishme për veprim, duke mos lënë asnjë vend për indiferencë. Diskutimet e sotme do të jenë me shumë ritëm dhe do të fokusohen në udhëtimin e Shqipërisë, por edhe në nevojën për një tolerancë zero ndaj dhunës me bazë gjinore. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, faleminderit Iris për këtë prezantim. Ju uroj të gjithëve një javë të mbarë dhe një fillim të mbarë të kësaj jave. E nderuar e ngarkuara me punë e Ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sonja Van Horn, i nderuar Zoti Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, i nderuar Zoti Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, e nderuar Zëvendës Ministre Seferi, të nderuar pjesëmarrës. Organizimin e kësaj konference të nivelit lartë e shoh si një mundësi shumë për të diskutuar arritjet tona, por dhe dobësitë në angazhimet e përbashkëta dhe adresimin e barazisë gjinore, në forcimin e sigurisë dhe eliminimin e dhunës ndaj grave. Dita e sotme e shënjuar si dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave është një dëshmi e përkushtimit për të ndërtuar një shoqëri të sigurt e të drejtë për të gjithë ne. Ajo reflekton përpjekjet në kuadër të rezolutës 1325 të OKB-s për agjendën gratë, paqja dhe siguria. Ministria e Brendshme është plotësisht e angazhuar në zbatimin e planit kombëtar të veprimit për gratë, paqen dhe sigurinë 2023-2027. Një ndër hapat domethënëse në këtë drejtim është krijimi i shoqatës së grave në Policinë e Shtetit, një mekanizëm jo vetëm promovues, i cili çdo ditë më shumë promovon barazinë gjinore, por dhe ofron mundësinë e shpreh në panele të tjera profesionale një mundësi për një karrierë për gratë në Policinë e Shtetit. Kam patur mundësinë ta shpreh në çdo vend ku mora detyrën si ministri i Brendshëm, që do të jem mbështetës i fortë për promovimin e grave në leadership të strukturat në uniform, ashtu operacionale, por dhe në shërbimet mbështetëse. Barazia gjinore nuk është vetëm një parim thjesht moral, por edhe një domosdoshmëri për të përmirësuar cilësinë e shërbimit në zbatim të ligjit. Ministria e Brendshme ka ndërmarrë hapa shumë të rëndësishëm për ndërtimin e kapaciteteve brenda strukturave dhe konkretisht. Trajnime të vazhdueshme për oficerët e policisë mbi dhunën me bazë gjinore, të drejtat e njeriut dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Këto trajnime janë të lidhura me strategjinë ndërsektoriale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit 2023-2025. Reforma në proceset e rekrutimit dhe promovimit duke siguruar një përfaqësim të denjë, të barabartë, të grave në të gjitha niveleve të policisë dhe strategjive operacionale. Përfshirja e grave në policimin komunitet ka rezultuar shumë pozitive në krijimin e marrëdhënieve më të forta me grupet në risk dhe përmirësimin e zgjedhjes së konflikteve, po ashtu dhe zgjidhjes së tyre. Krijimin e partneriteteve me organizata ndërkombëtare lokale si UN Women, OSBE dhe aktorë të shoqërisë civile që na kanë ndihmuar të ofrojmë burime, trajnime të specializuara mbi këtë fushë. Të nderuar përfaqësues, Shqipëria mbetet e angazhuar për të përmirësuar më tej përfshirjen gjinore në sektorin e sigurisë publike
dhe për të krijuar mekanizma shumë të fuqishëm për eliminimin e dhunës ndaj krave, siç janë zbatimi i politikave gjithëpërfshirëse që sigurojnë mundësi të barabarta për gratë në të gjitha nivelet e policisë shtetit, fuqizimin e mbështetjes për viktimat e dhunës me bazë gjinore përmes njësive të specializuara në polici dhe përmirësimit të bashkëpunimit me organizatat që ofrojnë mbështetje për to. Për të adresuar këto sfida që përmenda, duhet të theksoj se kërkohet angazhimi i të gjithë aktorëve dhe faktorëve, qeveri, partner, ndërkombëtar dhe shoqëri civile. Vetëm përmes bashkëpunimit që mund të ndërtojmë një sektor të sigurisë më gjithëpërfshirës dhe efikas, mund t'ja dalim së bashku. Në fund, dëshiroj të falenderoj organizatorët e kësaj konference dhe partnerët tanë ndërkombëtar për mbështetjen e tyre të vazhdueshme. Së bashku, mund të sigurojmë një barazi gjinore dhe eliminimi i dhunës ndaj grave të mos jetë thjesht synime, por realitet konkret në çdo aspekt të jetës dhe shoqërisë tonë. Ju falemnderit për vëmendjen. Faleminderit shumë. Më duhet të bie dakord me ministrin që ishte një bio ku mendoj që mësova diçka për veten time, ishte kaq përgëzuese, kaq shuruese. Faleminderit. Dua po kështu ta nis duke thënë se çfarë privilegji është për mua që gjendem këtu sot me të gjithë ju. Në të vërtet heronj në luftën kundër dhunës me bazë gjinore, sepse ju jeni në front dhe ne jemi shumë krenar që t'ju mbështesim punën tuaj. Kështu që ministër Hoxha, së vendes ministre Seferi, koordinatore përhershme e Kombeve të Bashkuara me Kluni, drejtoresha Dervishi e të tjerë të nderuar miq. Faleminderit që më datë mundësinë që bashkohet me ju sot për këtë bashkëbisedim të rëndësishëm, ndërkohë që çelim 16 ditët e aktivizmit për të luftuar dhunën me bazë gjinore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri janë të angazhuara për të mbrojtur e të integruar gratë në sigurinë tonë të përbashkët. Në fakt, ky vit na jep shumë arsye për ta kremtuar këtë angazhim. Janë bërë 30 vjet që shpreh kurse 189 vende miratuan në mënyrë një zëri në Konventin e Pekinit, ndërkohë që vite më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratuan edhe aktin kundër dhunës kundër grave, ndërkohë që sot shënohen 25 vjet kurse Shqipëria nënshkroi rezolutën e Kombeve të Bashkuara 1325 dhe u angazhua ndaj agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë. Me gjithë këto arritje mbetet patjetër punë për të bërë, jo vetëm këtu, po edhe në mbar botën. 1 në 3 gra përjeton ende abuzim seksual apo fizik gjatë jetës së saj. Sipas Instatit, gjysma e grave shqiptare janë përballur me dhunë që prej moshës 15 vjeçare, por shumë raste nuk raportohen, siç ju e dini më mirë se sa unë. Por kemi instrumentet për të bërë dallimin real në jetët tona. Këtu dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria ka një kuadër në fuqi për të përmirësuar në mënyrë të ndjeshme sigurinë e sigurimin e qytetarëve të saj femra. Plani kombëtar i veprimit përqendrohet në parandalimin e dhunës me bazë gjinore, në forcimin e politikave kundër ngacmimit dhe në rritjen e vendimarrjes përqendruar tek mbrojtja dhe policimi. Ndërkohë që fokusi është te gratë, kjo cek të gjithë shqiptarët, sepse çështja prek sigurinë kombëtare e madja të globale. Trajtimi i dhunës në shtëpi është diçka e cila mund të çlirojë cikle traumash që mund të çojë në radikalizime dhe në fakt është një nga shkaqet rrënjësore të ekstremizmit të dhunshëm. Ambasada amerikane është krenare të mbështet fazën fillestare të planit të zbatimit 2023-2025 e dua të theksoj disa mënyra në cilën e po ofrojmë të ndihmë, po ofrojmë ndërtim kapacitetesh për autoritetet kombëtare dhe lokale, rritje të ndërgjegjësimit me policinë dhe me këshillat lokale të sigurisë, një manual trajnimi për shoqërinë civile, po kështu një program kombëtar shkëmbimi për bashkitë, në mënyrë që ata të mësojnë praktikat më të mira nga njëri tjetri në zbatimin e rezolutës së Kombeve të Bashkuara. Pra, po e mbështesim shoqërinë civile në mënyra mjaft konkrete nga ana tjetër, po ndihmojmë nënat për të vendosur kontroll prindëror për të mbrojtur fëmijët në internet. Vajzat adoleshente po mësojnë për sigurinë e fjalkalimeve dhe atë që quhet phishing apo si thua sulme phishing, ndërkohë që duket se më shumë se 5.000 gra marrin kujdesin për cilin kanë nevojë në
Strehat e përhershme dhe të përkohshme në mbarvendin, po kështu duket sikur studentët në Gjirokastër që sapo kanë vizituar, po bënin një video për dhunën me bazë gjinore, studentët në Pogradec. Kanë bërë debate për mashkullorin, po themi, toksike, ndërkohë që në Bulqis po diskutohej për trafikun në çmë njerëzore e gjithmonë më tepër. E di që kemi 5 minuta, kështu që do të ndalem këtu, por po kështu dua edhe të flas për atë çfarë po bëjmë sa i përket partneritetit konkret. Garda Kombëtare e New Jersey po ndan me forcat armatosura shqiptare procese për zgjedhje me barazi gjinore në caktimin e detyrave, gjithashtu për zhvillojnë edhe një program koordinimin për të dhënë mundësi gjithashtu edhe grave në ushtri. Mendoj që ministri përmendi shoqatën e shkëlqyer të grave policie në Shqipëri. Në fakt ka marrë pjesë në një konferencë në Chicago dhe kolegët janë shumë të kënaqur për këtë pjesëmarrje. Dua ta përgëzoj të shoqatë që është rritur nga 100 në 340 anëtar vetëm muajt e fundit. Kam përshtypjen që kanë bërë zgjedhjet për kryesin dhe jam shumë e kënaqur të shoh që kryekomisarja Duka është këtu në panel. Nga ana tjetër, në kuadër të ndihmës së SHBA-s, Akademia e Sigurisë po rrit standardet kundër diskriminimit. Kjo në fakt është një pjesë shumë e rëndësishme e akreditimit që sapo ka marrë Akademia. Kjo është e rëndësishme dhe këtu po e shoh me kujdes, është shumë e rëndësishme që të ketë plane ku ka punë konsistente për t'i bërë. Planet duhet jenë më shumë se sa në letër. Policia duhet ta marrë seriozisht dhunën me bazë gjinore dhe prokuroria duhet të ngrejë akuza kur është e nevojshme. Çdo zyrtar nga policia, prokurorë, gjyqtarë duhet sigurohet që urdhrat e mbrojtjes të zbatohen. Ne po kështu e njohim edhe çështjen e ndarjes së burimeve. Organizatat e shoqërisë civile kanë nevojë për fonde për të zbatuar plan veprimet kombëtare. Strehat kanë nevojë për para për të ofruar shërbimet e tyre për cilat kanë nevojë të mbijetuarat. Sidomos në zonat e thella në bashki ka mungesë burimesh për të zbatuar siç duhet shërbimet e referimit. Kështu që jam shumë entuziaste të dëgjoj planet tuaja që mbështeten mbi këtë plan veprim për 2 vitet e shkuara, gjithashtu edhe mbështetur në angazhimin 25 vjeçar të Shqipërisë për gratë, paqen dhe sigurinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partneri juaj për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt për gratë, komunitetet dhe botën. Faleminderit. Faleminderit shumë për komplimentet e shkëlqyera për aftësinë time për të bërë punën. Është vërtet kënaqësi e madhe që gjendem këtu, zonja dhe zotrinj të dashur kolegë, të nderuar miq. Është nder për mua të bashkohem sot me ju këtu në këtë konferencë nivelit lart. Është një platformë jetike për të reflektuar për progresin e dukshëm të Shqipërisë për të çuar përpara barazinë gjinore për të eliminuar dhunën kundër grave. Në fakt, mbajtja e këtij aktiviteti në kuadër ditës kombëtare të eliminimit të dhunës kundër grave thekson angazhimin tonë përbashkët ndaj objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm e gjithashtu edhe ndaj agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë në kuadër të rezolutës 1325 Kombeve të Bashkuara. Sot nuk është vetëm një ditë reflektimesh, por po kështu një thirrje për veprim. E kjo është arsyeja pse kam veshur portokalli, që na kërkon të punojmë së bashku, të ndërtojmë një botë pa dhunë e pa diskriminim. Shqipëria ka dëshmuar udhëheqjet jashtëzakonshme dhe në fakt jam sigurt që disa prej tyre janë këtu në sallë për të integruar politika me përgjegjësi gjinore në sektor të ndryshme e zbatimit të ligjit duke vendosur një piket, një standard për Ballkanin Perëndimor. Një nga arritjet më të mëdha të vendit që u përmend tashmë nga ministri e po kështu edhe nga e ngarkuara me punë e Shtetet Bashkuara të Amerikës është plani i veprimit për gratë, paqen dhe sigurinë që zgjat 2023-2025. Ky është një plan gjithëpërfshirës dhe është në përputhje me rezolutën 1325 Kombeve të Bashkuara. Ai cakton përvarësi pjesëmarrjen e grave në ndërtimin e paqes, në diplomaci, në zbatimin e ligjit dhe role vendimmarrëse, ku harmonizohet në fakt elementi gjinor në të gjithë sektorët. Një shembull i shkëlqyer i angazhimit
të Shqipërisë është ngritja e shoqatës grave në Policinë e Shtetit, që nxit promovon gratë në agjencitë ligjpatuese. Përveç kësaj, nisma si mekanizmi kombëtar i referimit, që ofron mbështetje thelbësore psikosociale, financiare të grave gjithashtu të kthyer nga zonat e luftës. Këto programe ofrojnë këshillim, ndihmë juridike, trajnim për punë, gjithashtu mundësi pune, duke i fuqizuar për të ndërtuar jetët e tyre me dinjitet e me fuqi përballimi. Do doja të përfitoj nga kjo mundësi për të komentuar emërimin e graves fundi në pozicione të larta të administratës policisë dhe inkurajoj qeverinë që të vendosë një objektiv për të rritur në mënyrë domethënëse përqindjen e grave në polici, që është aktualisht në 15% në 3 deri në 5 vitet e ardhshme. Më tej, partneriteti me OSBE-n dhe me OKB-n për të forcuar në fakt rolin vendimarrës të graves domos në institucionet e sigurisë, përmes udhëheqjes me bazë gjinore e gjithashtu punës së tyre, gratë mund të luajnë rol transformues për paqen dhe sigurinë. Kontributi që mund të japin gratë nuk mund të përmendet aq sa duhet, sepse ato janë një bosht për të ruajtur paqen, për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm, për të forcuar kohezionin social e për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm. Si ndërmjetës, si avokate për zgjidhje jo të dhunshme, perspektiva e tyre e veçantë në fakt rrezaton pajtim, që është një komponent jetëgjatë i një paqeje që zgjat. Në fakt, qasjet e ndjeshme në siguri dhe në dispatim kanë rezultuar të jenë sisteme më të barabarta e më efektive, duke trajtuar nevojat e të gjithë pjesëtarëve të shoqërisë. Politika jo vetëm rrisin për rezultatet, por po kështu edhe rrisin besimin tek institucionet dhe komunitetet që ju shërbejnë. Megjithatë, pavarësisht këtij përparimi, ka sfida të mbetura. Barjera sistemore dhe të tjera pengojnë hyrjen e grave në sektorët publik e gjithato të sigurisë, që do të thotë mundësit kufizuara të promovimit, gjithashtu edhe mjedise apo politika jo miqësore, mjedisën e punës janë vetëm disa nga pengesat me cilat përballen gratë. Në shoqëritë patriarkale, rezistenca ndaj politikave me ndjeshmëri gjinore dhe nismave të tilla që synojnë të fuqizojnë gratë vazhdojnë të jenë të pranishme dhe përveç kësaj të dhënat tregojnë se dhuna me bazë gjinore mbetet e përhapur në mbar Shqipërinë. Për të kaluar këto pengesa, investimet të qëndrueshme në barazinë gjinore dhe parandalimi i dhunës kundër grave është thelbësor. Në Kombët e Bashkuara, ne angazhohemi të mbështesim këtë nismë duke bashkëpunuar me qeveri, duke ndarë modele të suksesshme dhe duke amplifikuar rëndësinë e barazisë gjinore për të arritur paqe të qëndrueshme dhe zhvillim po kaq qëndrueshëm. Si thirrje për veprim, ju kërkoj të gjithë juve aktorëve të përfshiheni në këto 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore që nisin sot, por po kështu edhe që të caktoni si përparësi barazinë gjinore në gjitha praktikat e politika tuaja, sidomos në sektorin e sigurisë dhe pizbatimit. Na duhet rritim bashkëpunimin midis institucioneve qeveritare, me shoqërinë civile e po kështu me partnerët ndërkombëtar për të eliminuar dhunën e për të fuqizuar gratë në pozicione drejtuese. Dhe kjo përfshin dhënien e burimeve për nismat që promovojnë pjesëmarrjen e grave, mundësi trajnimit dhe mentorimi, po kështu edhe ligje të forta që parandalojnë dhunën me bazë gjinore. Në përmbyllje, do doja që falenderoja nga zemra Ministrin e Brendshëm, Qendrën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe gjithë qeverisë shqiptare, partnerëve tanë për të gjitha përpjekjet e tyre për organizimin e kësaj konference e po kështu për angazhimin e palëkundur për të fuqizuar sigurinë e grave e për të çuar përpara agjendën për gratë, paqen dhe sigurinë. Kombët e Bashkuara janë krah jush dhe ju urojmë sukses. Faleminderit. Shumë faleminderit Iris. Në fakt dhe unë emocionova, sepse me thënë të vërtetën, kur bëhet një rezume, është vërtet rezume një pune, një rezume e cila tregon që ne kemi një mision. Pra nëse puna nuk mendohet vetëm si një detyrim dhe mendohet si një mision, të gjithë bashkë ne që jemi këtu, atëherë kemi përmbushur ato detyrimet të cilat në fakt i kemi çdo ditë në punën tonë. I nderuar Zoti Hoxha, Ministri i Brendshëm, e nderuar zonja Van Horn, e ngarkuara me puna ambasadës së SBA-s në Shqipëri, e nderuar zonja McCluney, koordinatore përhershme e Kombeve të Bashkuara, të nderuar pjesëmarrës, të dashur partnerë dhe përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile.
Kam kënaqësinë e veçantë sot që në këtë konferencë të nivelit të lartë të ndaj me ju disa përparime dhe angazhime tonat në fushën e sigurisë dhe barazisë gjinore, të cilat në fakt në fokus të tyre prioritar kanë eliminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Kjo temë mbetet një prioritet kombëtar për qeverinë shqiptare, për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe në përputhje me të gjitha detyrimet tona ndërkombëtare, të cilat janë vlera që promovojmë ne si shoqëri. Në Shqipëri, dhuna me bazë gjinore mbetet një nga çështjet që kërkon vëmendjen më të madhe dhe vëmendjen tonë të pandërprerë në çdo ditë të punës. Në këtë drejtim, ne kemi disa dokumenta strategjik, disa plane veprimi, të cilat në fakt çdo ditë janë punë e të gjithë stafeve tona në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe jo vetëm, në strukturat lokale dhe në strukturat qendrore, në strukturat e policisë, por edhe në të gjitha strukturat ku preket dhe ndjehet aty ku dhuna duhet eliminuar. Synimet tona përfshin përmirësimin e kuadrit ligjor, forcimin e mekanizmave të mbrojtjes dhe ofrimin e mbështetjes së specializuar për viktimat e dhunës, përfshirë këtu dhunën digjitale dhe ato psikologjike. Miratimi i rezolutës Gruaja, Paqja dhe Siguria ka qenë sigurisht një hap domethënës duke afirmuar rolin dhe të drejtat e grave në krijimin e paqes dhe sigurisë. Dhe ky angazhim na detyron që të ndërtojmë politika mbështetëse dhe të ndërmarrim nisma konkrete për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave në të gjitha format e saj. Përparimet janë të dukshme, ashtu si edhe angazhimet, por ashtu si edhe shumë kemi ende për të bërë. Në fakt më lejoni që të përmend ato gjëra të cilat nga parafolësit nuk u thanë dhe të mbështetem vetëm në disa çështje ku ne kemi punuar fort së bashku me ju dhe me strukturat tuaja. Kemi kriminalizuar dhunën psikologjike në kodin penal. Po punojmë për të përshtatur ligjin që të adresojë më qartë dhunën digjitale. Bashkëpunimi me autoritetin e mediave audiovizive ka përfshirë standarde më të forta për barazinë gjinore dhe mbrojtjen e viktimave në transmetimet mediatike, për të shmangur gjithashtu riviktimizimin e tyre. Gjithashtu qeveria e Shqipërisë ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm, duke përmirësuar dhe mekanizmat mbështetës dhe mekanizmat e referimit në nivel vendor. Kemi nisur një program mbrojtje të veçantë në fakt në programin e madh të mbrojtjes sociale për gratë e papuna me 3 apo më shumë fëmijë deri në moshën 18 vjeç. Dhe ky program sot numëron 9200 nëna, të cilat janë të mbrojtura në vitet e tyre të pensionit. Atyre sot i paguan kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Sigurisht që kemi rritur dhe pagesat e ndihmës ekonomike, kemi parë dhe kemi mbështetur shumë zonja, gra, nëna, të cilat janë dhe kure familjare të vetme, pjesë e programeve tona të mbrojtjes sociale, duke i përmirësuar jetesën dhe duke i nxitur më shumë ata për të integruar në jetën sociale dhe ekonomike. Përmes programeve buxhetore dhe standardeve të përmirësuara në qendrat tona rezidenciale, në qendrat e krizës, sigurisht që është punuar shumë dhe ne kemi pasur vetëm në këtë periudhë mbi 120 përfitues në qendrat e trajtimit të viktimave të dhunës dhe trafikimit. Fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuar kanë qenë pjesë e kësaj dhune dhe kjo sigurisht që të bën të mendosh që duhet të punohet ende shumë. Procesi i rishikimit të standardeve për qendrat rezidenciale është gjithnjë në dinamikë dhe së bashku me ju ne do ta bëjmë të mundur që t'i përmirësojmë standardet e këtyre qendrave. Sigurisht në kuadër të përgjegjësive tona kombëtare kemi hartuar planin e masave për të zbatuar rekomandimet e Komitetit SIDO dhe grupit të ekspertëve Grevio. Ato janë rekomandime të qarta të kthyer tashmë për qeverinë shqiptare në plane veprimi dhe angazhime konkrete. Bashkëpunimi ynë me partnerët ndërkombëtar ka kontribuar gjithashtu në ndërgjegjësimin e publikut dhe forcimin e kapaciteteve institucionale për parandalimin e dhunës dhe mbrojtjen e viktimave. Në përmbyllje, dëshiroj t'ju kujtoj ashtu siç edhe Irisi e përmendi, por dhe Fiona, që sot jemi në 25 nëntor, kur nis fushata jon tradicionale 16 ditët aktivizëm kundër dhunës me bazë gjinore. Ajo do të sjellë në Shqipëri më shumë se 100 aktivitete, në bashkëpunim me shoqërinë civile, në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare, në bashkëpunim me strukturat e policisë dhe sigurisht jemi në një thirrje të vetme, në një thirrje për veprim dhe solidaritet, duke na kujtuar se bashkë mund të ndërtojmë një shoqëri ku çdo grua dhe vajzë jeton me dinjitet, siguri dhe barazi. Faleminderit.